Para se me dalte pjesa e grumbullimit qytetarëve, kisha dashur me komentu pak edhe çështjen kryesore. Çështja kryesore është zhvillimi që ka ndodhur dje ku kryetari i degës së lëvizjes vetëvendosjen në Skenderaj është sulmu nga një grupacion politik, por nga lidershipi politik i komunës së Skenderajit. Tash nuk e dim sakt nëse ka kryer veprën direkt zoti Lushtaku, kryetari i komunës, apo varësit e tij, po pavarësisht kësaj, mendoj që është e papranueshme dhe nuk ka justifikim në asnjë formë dhuna që shkaktohet. Zoti Mehani se shkon pranë detyrë në ministri, shkon në Skenderaj, se ditë punë shkon. S'ka rëndësi, zoti Mehani është kryetari i degës së lëvizjes vetëvendosje në Skenderaj, është opozitë e zotit Lushtaku atje, po edhe nëse është opozitë, edhe nëse do të ishte qytetar i Skenderajit, nuk ka asnjë justifikim dhuna që shkaktohet tash më tepër nga një kryetar komune. Para llogaritni kryetari i komunës po e sulmon fizikisht oponentin e tij politik, po flasin në aspektin politik. Në aspektin ligjor, dhuna është e papranueshme, në secilin vend demokratik dhuna është e papranueshme, kështu që nuk ka justifikim në asnjë formë. Tani pjesa tjetër se si përdoret politikisht është mendoj që është pjesë tjetër e debatit. Dhe grumbullimi i qytetarëve sot atje është si rezultat i betejës politike, nuk ka, në mendimin tim, nuk ka të bëjë as pak me ligjin, me rendin. Zoti Lushtaku mendoj që është qytetari më i mbrojtur i Skenderajit sa i përket ligjit ose policisë dhe institucioneve të drejtësisë, këtë rast prokurorisë dhe gjyqësisë, sepse trajtim ma favorizues se zoti Lushtaku nuk mendoj që mundet me marrë dikush tjetër atë komunë, por tash kemi këtu një betejë politike. Pas asaj që ka ndodhur është betejë politike në mes Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lëvizjes Vetëvendosje, aq më tepër që jemi në fushatë elektorale. Mendoj që Partisë Demokratike të Kosovës nuk i ka dashur, kjo është e dëmshme çfarë veprimi që ka bë zoti Lushtaku, pavarësisht veprimeve provokuese që mundon me ardh nga Lëvizja Vetëvendosje. Tek e fundit Lëvizja Vetëvendosje është parti politike e cila është në fushatë elektorale dhe mundet me pas strategji jo etike të pandershme, nëse është e tillë ndaj subjekteve të caktuara politike, ose drejt për drejt ndaj zotit Lushtaku duke pasi pikë dot të PDK-s djeshmërinë e tij, po zoti Lushtaku është kryetar i një komune të rëndësishme në Kosovë dhe ai duhet të jetë përgjegjës për veprimet e veta, duhet të jetë i vetëdijshëm nëse është preje provokimit dhe mos të bie në provokime. Nëse bjen në provokime, ai duhet më përgjigj ligjit e mendoj në këtë rast edhe ka me pas edhe kosto politike në zgjedhjet që mohen me 7 qershor dhe kjo ka